Për rreth një orë, zërat melodios të 30 të rinjve të qytetit të Durrësit kumbuan në sallën e QKF-s në mbrëmjen e së martës, duke sjellë për publikun e pranishëm disa nga hitet më ikonike ndërkombëtare të muzikës rock. Në drejtimin e udhëheqëses artistike Olta Juba, kori të rinjve të qytetit bregdetar solli për ardarsit koncertin Këngët e Rinisë, ku energjia dhe mesazhet pozitive që këto hite mbar botërore përcjellin dominonin në skenë. Një mbrëmje dedikuar talentit, kreativitetit dhe zërit të rinisë, pikërisht në ditën kombëtare të rinisë. Kori është përbërë nga 30 vajza dhe djemë, të cilët kanë kaluar përmes një procesi audicionesh dhe kanë punuar le të themi mesatarisht rreth 2 muaj për të realizuar këtë koncert. Repertori do të jetë, unë mendoj dhe shpresoj ai çfarë Durrësit i mungon shumë shpesh, në 90% e repertorit do të jetë muzikës rock. Sot do dëgjoni një nostalgji, një koncert nostalgjie nga Scorpions, nga Beatles, nga Michael Jackson, nga Queen, nga Tina Turner, nga yje internacionale, qendra kulturore, ka kënaqësinë, por edhe krenarin që sot ndaj skenën me të gjithë talentet e reja të qytetit të Durrësit. Dhe këto prurje nga viti në vit rriten dhe është një dëshirë shumë e madhe për të punuar me këta të rinj. Ky nuk është koncerti i parë i korit të talentuar të rinjve, por nuk do të jetë as i fundit. Në data të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, kori me disa nga emrat më të mirë në fushën e talenteve të reja në gjininë e këngës ka sjellë në skenë për publikun durrësak, repertor të përzgjedhur dhe gjallërinë rinore që i karakterizon këta këngëtar të arshëm.